Gjithë sa jemi sot në xhami, por ato që kanë ardhur me niyetin e pastër dhe me sinqeritet, gjithë secili prej nesh kur ka ardhur në xhami, edhe kush është bë musliman, teorikisht ka pranuar që nuk ka më të madh, më të lavdishëm, më të lartësuar se sa Allahu Madhërisht. Gjithë secili prej muslimanëve. Pyetja që shtrohet, a është në të vërtetë kjo dhe në praktikën e jetës tonë? Pra teorikisht nuk ka musliman që thot shahadetin la ilahe illallah edhe mos ta pranoj këtë teorikisht. Çdo kush prej muslimanëve që themi Zoti është më i madhi, edhe gjoja më e mirë që mund të bëjë njeriu është që të merret me të. Pyetja e madhe që lind, a është e vërtetë që neve dhe në jetën e përditshme e bëjmë këtë gjë? Për shembull, të jeni të sigurt që ato që vënë lekun të parin në këtë botë, gjën më e kanë sigurt edhe më të esenciale dhe më të rëndësishme të agjendës tyre kohore, ditore atë kanë. Do t'i gjesh në çdo ambient, në çdo vend, ajo është biseda kryesore. E biznesit, e lekut, si ta shtojmë, ku ta çojmë, si ta ruajmë, ne kemi fituar që mund ta deklarojmë se kemi fituar, si ta pastrojmë. Te janë bisedat e shumta që bëjnë njerëzit sot, ato që janë në këtë rrugë, që e kanë bërë lekun si Zot, apo ke rini sot që janë fiksuar mbas femrave. Po ti shikosh ato me vëmendje, bisedat e tyre ditore janë po këto. Ku është filania, ku është fistekja, kjo është duket më e bukur, kjo nuk është, a e pe atë filmin, a e pe atë këngëtaren, a e pe këtë, a e pe atë, dhe shumicën e kohës ditore e kalojnë në këto biseda. Femrat që kanë qef shumë dynjan, po këtë gjë. A i pe ato stolit, a i pe atë fustanin, bëra 3 orë shopping dje, bleva shumë, hargjova pak, s'kisha kartë krediti me vete, jo i kisha, jo i bleva, jo si bleva, jo uziva me bashortin apo me atë që e kam të njohur, sepse kisha hargjuar shumë, s'kisha hargjuar. Shumica e ditës kohës i shkon kjo. Tani kam i frikë, vëllezër motra të nderuara, ju begatoft juve i madhi Zot, e kam frikë për veten time më radh fare, se gjithë secili kur të shkojmë andej do japi llogari për vete, s'ka problem, sikur gjithë bota të ketë qenë në mohim. Neve po themi teorikisht, Zoti na falt, që e kemi gjën më të vyer, më të dashur, më të mirë, dhe në fakt shtu ja vlen se tjera të ikin dhe të lënë, vetëm ai i madhnueshëm është i përjetshëm dhe vetëm ai të pret në këtë botë, në botën tjetër. Neve shumicën e kohës ditore tonë nuk e kemi Zotin e piqendër. Thot Kurani, famlart, s'po flas më unë, se s'kam shlas. Ja ju alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ta ju që keni besuar të madhin Zot, po me sinqeritet dhe me mend në kokë, me analizë dhe me perceptim, me logjik dhe në mënyrë racionale, me sinqeritet dhe me zemër të pastër, me vepra të mira dhe me shpirt të kulluar. Ja ju alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Tha, përkujtojeni Allahun e madhnueshëm sa më shpesh. Në një këndvështrim tjetër, pra, mos përmendni kënd sa shumë e përmendni madhnueshmin Zot. Kuptimi i ajetit, ja ju alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, tha ju që keni besuar, përkujtojeni Zotin e gjithësisë sa më shpesh, pra kushdo qoftë ai, nuk mundet gjatë ditës, gjatë javës, gjatë muajit dhe gjatë vitit përmendet më shumë se i madhnueshmi. Ti përmende po deshe, po them si të fitosh bekim, si të fitojmë bereqet, si të fitojmë mirësi, si të fitojmë begati, si të fitojmë lumturi, si të largohemi nga e keqja. Duke e përmend Zotin shumë, e ke largu shejtan në mallkum që përshkatron shumë nga njerëzia sot në të kaluarën dhe në të ardhmen. Kurani thot, "Walaqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu taqilun." Tha Kurani, do t'i thot Zoti njerëzve të gjykimit, smorët njerë përvojë njerëzit e mi nga ky shejtani mallkum që i humbi breza mas brezave, nuk logjikut asnjëherë me dhuratën e madhe, zgjuarsinë dhe mençurinë që ju dhashun. Walaqad adalla minkum jibillan kathira falam takunu taqilun. Tha unë juve po ju paralajmëroj dhe po ju them, nuk logjikut, subot djertë mençur në dunja, ju mashtroj me pasione deri në humbjen totale të juj. Kush e përmend të madhin Zot shumë, ikën shejtani mallkum. Tha Umar, i tha profeti alayhis salam, o Omer,
Tha, kur ti hecën në njërën rrugë, në tjetrën e shejtani, jon atë mos ka shans. Ka thonë ulemat, e pse? Sepse ka qenë gjithmonë me të madhin Zot, gjithmonë e përmendte atë. Kur përmendet i madhi Zot, shejtani është larg.